Faleminderit po ashtu I nderuar zoti Hamza. Tani radhën e ka grupi parlamentari I LDK-s. Ftoj për fjalë deputetin Lumir Abdigjiku. Nderuar deputet, nderuar përfaqësues të korit diplomatik, nderuar përfaqësues të mediave qytetar të Republikës Kosovës. Në fillim lejoni t'ju uroj kryetarin e kuvendit për detyrën që ka marrë sot. Ky është një rol I zakonshëm dhe jashtëzakonshëm institucional në një përgjegjësi thellë politike dhe morale, sepse drejtimi I kuvendit nuk matet vetëm me një korreksi procedurale, por me aftësinë për të ruajtur barazinë e zërave, dignitetin e debatit dhe masën e pushtetit në një vend që një mirë se sa bresht bëhet demokracia kur institucionet humbin ekuilibrin e tyre. Uroj që kjo detyrë të ushtrohet me pjekuri, me durim dhe me vetdije për rolin që kuvendi ka në jetën demokratike të Kosovës, si shtëpi e përbashkët e përfaqësimit politik dhe si garanci që asnjë shumicë, sado e fuqishme të jetë, të mos harrojë se pushteti është I përkohshëm, ndërsa institucioni është I përhershëm. Lidhja demokratike e Kosovës shpreh gatishmërinë e saj për bashkëpunim institucional në parlament për tema që te kalojnë aritmetikën parlamentare, sepse besojmë se stabiliteti I shtetit dhe besimi I qytetarëve ndërtohet me maturim, me respekt për opozitën dhe me vetdije se demokracia nuk është vetëm çështje numrash, por një çështje e kulturës politike. Dashur qytetar, sot në këtë sallë vullneti I juaj merr formë institucionale. Ai pushon se qenurit vetëm shprehje votës dhe shndrohet në mandat politik, në përgjegjësi shtetërore dhe në detyrim moral për secilin prej nesh. Ky është momenti kur fjala e qytetarëve bëhet barr e përfaqësimit dhe kur politika duhet ndalë së foluri për veten dhe të nisë të flasë për qytetarët tanë dhe për sfidat që I presin. Dhe këto sfida janë shumëta, ato nuk presin. Uroj të keni zgjedhur drejt, ne jemi të bindur se jo, por verdikti juaj tani duhet të jetë rezultate konkrete. Për ju, jo për fitoret apo humbjet tona këtu. Vullneti qytetar ka folur qartë, ka ndarë role dhe përgjegjësi, dhe ky vullnet e ka vendosur lidhjen demokratike të Kosovës në opozitë. Ne e pranojmë këtë rol pa hezitim dhe pa justifikime, sepse respekti për votën është themeli I çdo demokracie serioze. Por opozita në kuptimin më të thellë të fjalës nuk është mungesë e përgjegjësisë, e aq më pak dorëzim. Ajo është gjendje e bindjes kur numrat nuk e masin drejtën dhe kur shumica nuk e zëvendëson arsyeën. Sepse ka momente kur e vërteta qëndron pakic dhe megjithatë mbetet e drejtë gjithherë. Jo për shkak të zërit që ka sot, por për shkak të kohës që e vërteton atë nesër. Numrat ndryshojnë, mandatet kalojnë, pushtetet vinë e shkojnë, por bindjet tuaja që mbështeten në parime nuk plakën dhe nuk treten. Ato nuk kërkojnë shumicë të menjëhershme, sepse historia jep të drejtë atyre që dinë qëndrojnë edhe kur janë pak, edhe kur janë vetëm, edhe kur janë kundër frymës e shumicës. Dhe për këtë arsye ne qëndrojmë. Jo sepse jemi në rol politik, por sepse besojmë se drejta nuk humb vlerë kur mbetet pak. Ajo vetëm pret kohën e saj. Dhe sot lind nevoja për qëndruar, jo përballë një qeverie të zakonshme, po përballë një pushteti që I ka të gjitha, numrat, institucionet, mjetet dhe kohën. Dhe mbi të gjitha përvojën e zymë të 5 viteve të shkuara, me fjalë shumë e pak rezultate. Të qëndrosh përballë këtij pushteti nuk do thotë kundërshtim I verbër, sa për hir të kundërshtimit. Do të thotë mbrojtje e shtetit nga tundimi I pushtetit por mos të pasur kufi. Do të thotë ruajtje e hapësirës, ku fjala lirë thuhet pa frikë dhe ku shteti nuk shndrohet në zhatim të një force vetme politike. Në këtë kuptim, qëndrosh përballë pushtetit që ka gjithçka, është mënyra vetme për të ruajtur atë
që nuk duhet ketë askush i vetëm për fatin e Republikës Kosovës. E ky fat kërkon qëndrimet pa kompromis të nga ne. Dhe LDK-ja ka 5 qëndrimet të pa kompromis të në këtë legislaturë. Duhet të jemi të pa kompromis me kapjen e shtetit, me çdo përpjekje për të nënshtruar institucione shtetore ndaj një partije politike, me çdo zëvendësim të profesionalizmit, me bindje partijake dhe me çdo ndërhyrje në drejtësi. Këto nuk janë gabime teknike, janë rreziqe shtetërore, përballë të cilave lidhja demokratike e Kosovës duhet dhe do të qëndrojë pa kompromis. Duhet jemi pa kompromis me luftën ndaj korrupsionit qeveritar, sepse ai nuk po e varfëron vetëm buxhetin, por e gryn besimin. Dhe një shoqëri që humb besimin te shteti vet, fillon të largohet prej tij, në mendje, në shpirt dhe si shpëndos së fundmi dhe fizikisht. Duhet jemi të pa kompromis në ruajtjen e rendit kushtetues të Republikës Kosovës, sepse kushtetua jo nuk është tekst për nevoja ditore, por është kontrata që mban Kosovën të bashkuar. Shkeljet e kushtetutës janë shkelje të gjithçkaje, për cilën ne ekzistojmë si lidhje demokratike e Kosovës. Kur nuk e mbrojmë thelbin e besimit tonë politik, nuk kemi pse të ekzistojmë politikisht. Prandaj duhet ta mbrojmë kushtetutën me çdo çmim. Duhet jemi të pa kompromis, në veçanti, me orientimin ndërkombëtar të Republikës Kosovës, sepse ky shtet nuk e ka luksin e paqartësive strategjike. Kosova është ndërtuar mbi aleanca, mbi besim, mbi një drejtim të qartë politik që nuk ka qenë as rasti, as kompromis i momentit, por zgjidhje historike. Çdo lëkundje ka drejtim, çdo sinjal i paqartë ndaj partnerëve tonë dhe çdo tentim për të relativizuar rrugën euroatlantike nuk do trajtohet si një manovër e vetme politike brendshme, por duhet trajtohet si rrezik për pozitën ndërkombëtare të Republikës Kosovës. Besueshmëria ndërtohet me vite e me dekada, ndërsa humbjet shpejt dhe një shtet i vogël si Kosova nuk e përballon dot luksin e gabimeve strategjike. Prandaj orientimi ndërkombëtar i Republikës Kosovës nuk është vetëm temë për kalkulime ditore apo për retorikë të brendshme, ajo është vijë e kuqe shtetërore, e cila duhet mbrojtur me përgjegjësi, me maturi dhe me qëndrueshmëri. Natyrisht se duhet jemi të pa kompromis dhe me vetëm, me standardin tonë, sepse opozita që kërkon standard duhet së pari të mishëroj atë. LDK do ta mishëroj këtë standard të ri. Për fund, dua të drejtohem në veçanti mbështetësve tonë, atyre që ndonë me ne më të shtrenjtën e tyre besimin. Na keni besuar jo sepse ishte lehtë, na keni besuar sepse besoni se politika duhet ketë megjithatë një fytyrë njerëzore. Se shteti duhet ketë ndërgjegje dhe se pushteti kushdo qoftë ai duhet ketë disa kufi. Ne dim që kemi kaluar zhgënime, e dim që keni pritur më shumë, do të arrijmë qëllimin e përbashkët një ditë, deri atëherë ne do t'ju përfaqësojmë me plot dinitet, si rrugovest, si të djathtë, sepse kjo është detyra jonë, jo sepse është e lehtë, por sepse është e drejtë. Do të punojmë që zëri juaj dëgjohet, që demokracia të mos shndrohet në formalitet dhe që shpresa të mos bëhet fjalë e zbrasët. E dim dhe jemi të vetëdijshëm mbi barrën e peshës që bartim, sepse LDK-ja nuk është parti ditore, është parti e kohës, e durimit, e qëndrimit, e atyre që nuk dorëzohen kur rruga bëhet e vështirë. Dhe pikërisht këto momente, kur jemi pak e nuk jemi shumicë, janë momentet që na përkufizojnë për atë si çfarë jemi. Ne do të jemi këtu për demokracinë, për shtetarin, për Republikën e Kosovës. Ju falenderit.